Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e dytë në adoleshencë, teksa në puntatën e parë ne folëm për shëndetin mendor dhe atë emocional, pra kushtet që na ofron familja, shoqëria, që jo gjithmonë janë në favorin ton, po ka raste ku ne edhe mbështetemi. Dhe prandaj u thuam drejt Himarës, si qytetit vogël, por shumë të bukur bregdetar, për të ndjekur nga afër bashkëmoshatarët tanë ekscelent. Por për më shumë informacion dhe detaje, unë tani do të bashkëbisedoj me kryetarin Vangjel Tavo. Vangjel, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Si u shkoi aktiviteti? Ishte perfekt, do të thoshja. Është për herë parë organizimi i një aktiviteti të tillë në Himar dhe kemi menduar që këtë aktivitet ta kthejmë në tradit, një aktivitet i cili vlerëson figurat himariote ndër vite, figurat e shquara që kanë dhënë kontribut për Himarën, që kanë ngritur lart emrin e Himarës në shumë fusha, në arsim, në shkencë, në sport, në kulturë, në art, por ajo që është më e rëndësishmja për ne dhe që ka pasur peshën kryesore të aktivitetit thoshëm dhe të aktivitetit të përvitshëm që organizojmë, patjetër që është e ardhmja e Himarës, janë nxënësit e shkollave, nxënësit ekscelent, të cilët, sikur se thash, janë vlerësuar për herë të parë, ata janë krenaria sot e Himarës dhe do të jenë, jam i bindur, krenaria e ardhshme e bashkisë Himarës, janë ata që do ta bëjnë krenar përveç familjeve të tyre dhe gjithë komunitetin himariot. Më vjen shumë mirë dhe jam shumë e lumtur që isha pjesë edhe pas pak nga aktiviteti, realisht më duk shumë bukur, po patjetër që na pëlqeu. Ishte vërtet, mendoj që një aktivitet shumë i arrir. Po për nxënësit doja të pyesja pak për nxënësit e kategorive të tjera, pra jo për nxënësit ekscelent. Çfarë aktivitetesh keni përgatitur? Patjetër që Himara, Bashkia e Himarës ka menduar që të përfshijë të gjithë pa përjashtim, gjithë nxënësit, gjithë rinin shkollore dhe jo shkollore, në aktivitetet ndryshme kulturore, aktivitete artistike dhe sportive. Ne si vjet kemi qenë kampion për sa i përket të vajzave të volejbollit, kampionën republiken, gjithë shkollat e mesme të vendit. Të vendit, po. Dhe padyshim kjo ishte një nga arsyet që ne na motivoi si bashki për t'i stimuluar jo thjesht me një titull që e ndam sot, por për t'i vlerësuar, stimuluar dhe për të nxitur aktivitetin e tyre të mëtejshëm dhe për ta kthyer këtë sport, volejbollin e vajzave jo thjesht në një sport shkollor, por kemi menduar që ta ngrëmë një nivel më lart, ta federojmë ekipin e volejbollit të vajzave dhe kemi menduar si vjet që për Himarën të ndërtojmë dhe një pallat sporti të mbyllur për aktivitetet sportive, volejboll, basketboll dhe aktivitetet tjera sportive që mund të organizohen në një pallat të mbyllur. Nga ana tjetër, ekipi i futbollit i Himarës ka qenë një ekip me shumë emër në vendin tonë dhe mendojmë që ta riaktivizojmë dhe të rikthejmë atë ekip që Himara dhe atë emër të ekipit që Himara ka pasur në futboll gjatë shumë viteve dhe për këtë arsye përsëri do të ndërtojmë si bashki Himare një stadium të ri në Himar dhe që këtë vit që vjen, pra 2026, do të federojmë ekipin e futbollit të Himarës në mënyrë që të kthejmë të rinjt në sport, në art, në kulturë. Janë dhe shumë aktivitete tjera, aktivitete kulturore, artistike, ku fokusi është aktivizimi i të rinjve shkollor dhe jashtëshkollor. Pra, Himara ka menduar, Bashkia e Himarës ka menduar për të gjithë brezin e ri, jo vetëm për ata që janë ekscelent në arsim, por për të gjitha kategoritë. Për gjitha kategoritë dhe për gjitha fushat.
E kuptoj. Unë shpresoj që të gjitha aktivitetet që u keni mendje të bëni, shpresoj që të arrini qëllimit edhe t'i kaloni sa me më shumë sukses. Në fakt, këto metoda për aktivitete ndryshme që u keni programuar, i shihni më shumë si një metodë stimulimi për nxënësit, që ata mbasi mbarin studimet, mbasi të kthehen dhe të stimulojnë pak më shumë dhe himaren, apo? Shpresoj dhe uroj që vërtet të këto nxënës që janë sot ekselent në shkollat e himarës, të jenë po aq ekselent dhe në universitete dhe pse jo të rikthehen për të kontribuar në himarë, sepse himara ka shumë nevojë për këtë brez të ri, ashtu si kurse çdo trev tjetër ka nevojë për rininë e vet. Nga ana tjetër nuk është thjesht një stimul që po u bëjmë sot këtyre të rinjve, ne me gjithë këto që kemi menduar, gjithë aktivitetet që kemi menduar, në fakt është edhe një nxitje për ata, për të rinjt e shkollës, por sikurse e thash të gjithë kategoritë e të rinjve që të aktivizohen sa më shumë në aktivitetet të tilla sportive, artistike, kulturore dhe dihet që brezëri ka nevojë për aktivitete të tilla, në mënyrë që të kenë me çfarë të merren dhe mos të humbasin kohën e tyre dhe mos dëgjojmë ashtu sikurse dëgjojmë shpesh që në himar nuk e kemi dëgjuar dhe nuk besoj kur se do të dëgjojmë raste të dhunshme apo raste të tjera të cilat janë të pahishme për këtë brez. Me të vërtetë, në fakt në vendin tuaj nuk para dëgjon raste të tilla. Nuk ka vërtet. Ka të bëj edhe me kulturën që jep familja, kulturën dhe që marrin në shkollë, shoqëria, pra në përgjithësi këtu kemi të bëjmë me një trev ku njerëzit kanë një nivel arsimor por edhe kulturor të lartë dhe nuk ka ndodhur dhe nuk besoj kur se do të ndodhi. Më vjen shumë mirë. Më vjen shumë mirë dhe inshallah nuk ndodhin. Atëherë unë të falenderoj pa mas, shumë faleminderit për përgjigjet ju. Shumë faleminderit. Faleminderit juve dhe sa më shumë suksese në projektet që ju keni vendosur të kryeni në vendin tuaj. Faleminderit.